I want to welcome Prime Minister Edi Rama of Albania. Dua t'ju uroj mirëseardhjen kryeministrit Edi Rama nga Shqipëria. Kryeministri Rama është një mik i madh i popullit hebre, një mik i madh i shtetit hebre. A mund të them po kështu edhe një mik i madh i imi. Ai përfaqëson shpirtin e vërtet të Shqipërisë. Ndoshta njerëzit nuk e dinë dhe bota duhet ta di që Shqipëria ishte i vetmi vend evropian që gjatë Holokaustit pati një popullsi hebreje brenda Shqipërisë që u rrit, e nuk pak. U rrit sepse shqiptarët, muslimanët shqiptarë, në frymën e moderimit, në frymën e tolerancës, në frymën e dinjitetit njerëzor, mbrojtën një qindra hebrej që jetonin aso kohë në Shqipëri, e po kështu mikpritën shumë të tjerë. Ky është shpirti që ju përfaqësoni. Kjo është ajo histori që, siç po flisnim pak minuta më parë, është histori që bota duhet ta njohë. Kjo është histori, siç ju thatë, që frymëzon filma. Njerëzit duhet të njohin rolin e jashtëzakonshëm, rolin moral që Shqipëria luajti gjatë orëve më të errta të historisë njerëzore. Kjo është ajo frymë që ju vazhdoni ta ushqeni dhe sot, miku im i mirë Edi. Ju qëndroni me kuraj kundër atyre që duan t'ju sprapsin, ju qëndroni krah së vërtetës, ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund. Dhe kjo është diçka që ne e vlerësojmë thellësisht dhe që ju shenjon se një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj dhe mendoj për ato segmente njerëzimi që duan që e vërteta të mbrohet e të mbrohen vlerat morale që bashkë ndajmë. Po kështu, e jo çuditërisht, ne po ndërtojmë marrëdhënie të shkëlqyera midis Shqipërisë dhe Izraelit, dhe numri i turistëve izraelit që kanë shkuar në Shqipëri është rritur me 800%, ndoshta 1000 dhe së shpejti do të bëhen shumë më tepër. Dhe mund t'ju them të gjithë izraelitëve që Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me njerëz mrekullueshëm, kështu që shkoni atje. Kjo ishte e para. E dyta, kemi kompani investues izraelit të cilët dinë që ka një mundësi të madhe ekonomike në Shqipëri, ka një orientim drejt tregut të lirë dhe që ka gjëra që mund të zhvillohen së bashku me shqiptarët. Kjo do të qohet edhe më tej me çeljen e dhomës tregtisë në Jeruzalem, mendoj nesër, me praninë e kryeministrit Rama. Dhe kjo është diçka që mendoj se do të çojë përpara lidhjet ekonomike. Dhe sfundi doja të thoja që ne po kështu kemi një mirëkuptim që shkon përtej interesave, por në ndjesën më të thellë të simpatisë njerëzore, njohim që ka një themel afërsie e vllazërimi midis dy popujve tanë.